30 ditë para se të përfundoj mandati. Pra që të gjitha këto, 60 ditë dhe njën e tjera që janë aty, përcaktojnë që nëse nuk e zgjedh presidentin kuvendi, prej ditës kur i ka nisë, dhe kjo po e shoh shpesh që po hutohet ky 60 ditë, sepse 60 ditë nuk fillon në fund të procedurës. Kur ka filluar? Ka filluar që 60 ditë. 60 ditë do duhet fillon të shumë kohë më përpara. 60 ditë ka mujt edhe para 6 muaj të filloj. Pra është e çuditshme. Pse këta deputet nuk e lexojnë siç duhet kushtetutën dhe pse presin natën e fundit, e atër pse shkon me gjithat urgjencë në 12 natës dhe na lanë gjithëve zgjuar. Ne fillu këtë 60 ditëshin. Po pse fillon 60 ditëshin? Për çfarë duhet me fillu 60 ditëshi? Pse du të filloj 60 ditë, pra? Pse du të luajmë ping-pong me procedura, kur çështja kryesore është kuvendi e din që çdo 5 vjet zgjidhet presidenti. Presidentin mund ta zgjedhin edhe 6 muaj përpara. Po i kanë 60 ditë në dispozicion. Pra nëse 6 muaj përpara ja nisin procedurës, kanë 60 ditë se kushtetuta i vendos disa parametra për mos luajt. Pra, sot 60 ditë ki në dispozicion kur e nis procedurën një dhe ki 3 herë mundësi me votue. Jo 30 herë. 3 herë ke mundësi. Pra, diskuto mirë, i ki 80 deputet që të kërkohen në salë, si që është sqaruar me vendimin e gjykatës kushtetuese, dhe duhet 3 herë ta aprovosh, sepse s'mundesh 30 herë, as 300 herë, 3 herë ta aprovosh, dhe duhet brenda 60 ditëve prej ditës kur e nis, dhe nisë kur të dush. Por ama mos ma kalon, e thot kushtetuta ka vendos kapakun në një muaj përpara se me shumë qartë, kur thot 30 ditë para se të përfundojë mandati presidentit aktual, sille presidentin. Kaq ka, do të thonë është për të munduar me shpjegue thjesht, është e pamundshme dhe ne edhe po të zgjedhej nesër ose sot, është zgjedhje antikushtetuese.